ka qenë tepër i tronditën edhe sa që ka qenë i shokum, nuk ka ditë në atë moment asgjë më u përgjigj asaj edhe lëndim pak më serioz i tillë mundet me qenë fatal për to. Ju po thoni që është reagim i vonë, na po them që është reagim profesional, tash është gjykim, çështje gjykimi këtu. Qytetarja nga Prishtina Nora Tërnava Gjyshinca në një rrëfim për Gazetën Nacionale ka akuzuar klinikën e logopetis, klinikën Empatia, për papërgjegjshmërinë që kishin ndaj vajzës së saj 3 vjeçare. Ajo thot se gjatë një seance prej 45 minutash vajza e saj pësoi një incident, por pavarësisht kësaj seancën e vazhdoi sikurse të mos kishte ndodhur asgjë. E krejt kjo pa informuar edhe babain e vajzës i cili ishte në korridorin e kësaj klinike duke pritur vajzën. Se për çka bëhet fjalë ta ndjekim fillimisht rrëfimin e saj. Kemi qenë shumë skeptik deri në momentin që kemi vendosur me postu se nuk kemi ditë çfarë rrugë me marr, a me marr me të vërtet rrugë ligjore apo vetëm me boqit ndërgjegjësim të cilin e kemi marrë përsipër me bo, se Nara dhe Joani janë fëmijë tonë, janë fëmijë binjak, janë lindur para kohës në javën e 32 dhe kanë normalisht si këtë fëmijë prematur kanë probleme të ndryshme. Nara ka pas pak më shumë probleme se djali, edhe si e tillë qendra ka qenë e informuar për çdo detaj të gjendjes së Narës, për problemet e saj të kokës, për vdekje klinike që i ka pas si fëmijë, për gjakderdhje të tru, për koagulimin që e ka në pjesën frontale të kokës aktuale. Edhe në momentin që kemi vendosur me postu, e vetmja sen që na kalon pak skeptik a me postu apo jo qatë lajm, u kom për shkak që na u ka dhimbë pak me ekspozu si një fëmijë të vogël ndaj krejt që tyne problemeve që ajo si një fëmijë, si një mrekulli, i kalon për çdo ditë. Po prapë kemi bind veten që është më mirë me postu edhe me pa edhe njerëz të tjerë eksperiencën e tmerrshme që e kemi pas në ditën me 11 mars, si ditën e martë. Punara dhe Joani se çdo ditë që kanë prek hanën në të premte orë me terapistët aty. Nara ka qenë gjatë orës me terapistën e saj të sjelljes. Edhe sipas terapistës, aty mbrenda nuk ka kamera apo diçka që me vërtetu apo me demantu këtë që jam të e thonë. Aty mbrenda Nara sipas terapistës në 15 minutat e parë e ka pësu një lëndim të kokës, edhe sipas tyre ju ka jep ndihma e duhur prej klinikës, edhe vetëm ka vazhdu ora sikur. Në momentin që ka dalë Nara te dera, unë nuk kam qenë aty, ka qenë vetëm babi i Narës, edhe në atë moment kur e ka pa Egzoni babai i Narës lëndimin e Narës në kokë, se është në bazë fotografive keni mujt me pa sa i dukshëm është, ka qenë tepër i tronditën edhe sa që ka qenë i shokum, nuk ka ditë në atë moment asgjë më u përgjigj asaj edhe veç i ka thonë, "Fala, mundoni më tregu çka ka ndodhur", ato si me të qeshur, nëse janë bu grup ekipor, mandej aty tu e mbrojt njëra tjetrën terapistët, do thonë tu e nxoft në Narën e tu qeshë, tu e marr me sportivitet këtë punë. Nara ka pësu një lëndim, po kur gjo mirë është, kemi vazhdu orën, ka qajt pak, kur gjo heq. Qaq. Egzoni në atë moment ju ka thonë që unë qëtu të dera kom qenë edhe pse mos me dojnë dikush edhe me na lajmëru që Nara ka pas një lëndim tillë sidomos tu e gjithë gjendjen e Narës, prap kanë vazhdu me minimizimin e situatës e krejt edhe në atë moment Egzoni ju ka thonë ju ka drejtu për pjesën jo profesionale që në tregu super jo profesionalista në këtë aspekt edhe ka vazhdu me arë në shpe edhe me normal me dërgu Narën me njëherë me marë në ndihmë emergjente se për shkak gjendjes që e ka, Nara në të kohën duhet më rujt lëndimeve të tilla, se mundet me qenë lëndim pak më serioz i tillë mundet me qenë fatal për to. Plus në momentin që na kishin tregu me kohë, na kishin mujt me monitoru gjendjen, me këshyra kamera mendje, apo i vjen mundim, apo rëzohet, apo mundet me majt të ecën në vit drejt. Këtë to sene që brenda gjysë orës që ka kalu aty, na s'kemi mujt mi pa, se nuk kemi qenë të informuar. Në thënë, për krejt rastin që ka ndodhur, nuk jeni informuar me kohë ju si prind? Jo, nuk kemi informuar dhe të kisha thonë që kemi qenë larg ose që veç kemi dërgu vajzën edhe jemi largu prej objektit të ku janë zyret e klinikës Empatia, kishim thonë, po kemi qenë aty te dera, do me thonë ka qenë prindi. Kemi qenë të prit medalë vajza. Po, për medalë. Po, zakonisht kur i dërgojmë, i presim aty te dera, i ndëgjojmë paka shumë prej jashtit, qa pëthojnë, Egzoni e ka ndëgju pak Narën të qajt të një pjesë, po përgjigja aty në ka qenë se është të antrume edhe na po mundohemi me sfidun të antrume, normal që ka me qajt. A normalisht e qajtur ako ka kohën të në kohën për shkak të lëndimet. Ju krejt që ka keni vrejt kër është dalë prej klasës se keni pa lëndimin koka, po? Po, se lëndimi ka qenë, lëndimi i pjesës të kokës në këtë pjesë edhe të faqës ka qenë bajagi i dukshëm është, do me thonë për nëse ka kalu gjysore dhe ju ka nxi koka dhe në atë mënyrë dhe ju ka qume njëherë krejt pjesa e kokës, do me thonë lëndimi ku do ashtë me konë diçka i madh. A kemi dërgu të mjeku mandete? Po, e kemi dërgu në pediatrinë e fëmijëve, po na kanë dërgu me njëherë në emergjencën e të rritëmve për arsye se është lëndim. Normalisht që ja kanë bu testimet për me pa
econit të ato që i përmenda ma herët, edhe direkt e ka ndërgu me një incizime në rentgen, edhe për shkak gjendjes saj normal narën mundohemi mos me ekspozu në rrezatim të panevojshëm, po që ke e pa evitueshme, u zhdasht me bo rentgen, me prit rezultatin edhe me pa doktoresha me monitoru edhe për një kohë gjendjen edhe normalisht atë natë mu mundu mos me lun me flejt për shkak që në gjë mundën me ndodhë problemet ma të tjeshme, sidomos me marrë parasysh gjendjen e kokës të saj. Përgjigje konkrete saj për këtë rastit, s'kemi mujt me nxjerr asnjëherë se ata të nkuan që thash në mënyrë grupore po munohen me na intimidu me pjesën që ndjekni gjitha masat ligjore, që është tepër e pa bazë, se edhe jam mundu në çdo aspekt. Në momentin kur Exoni ka dalë dhe i ka thirrë në telefon, a mundet me caktu një takim se nuk e kemi ditë askush është pronari kësaj. Neve vetëm na ka interesu plan programin cilin e kemi prej doktorëve neurolog veterinarës me shpreh logopedët, se ato shkojnë me plan program, ju kemi dërgu ato. Edhe kur ka dalë ka lyp takim, ka thonë që profesori i cili qenë ka dhe pronar është shumë i nxonën, ka agent shumë ngjeshur, e shohim nëse mundet mu liru ditën e premte. Do me thonë, po mundet një logoped me bo takim me ju edhe me ju tregu për ecurin deri sot fëmijëve. Na çdo ditë kemi qenë aty, na ecurin edhe është një muaj e gjysmë, është kohë shumë e shkurt për me fol për ecurin, se këto janë raste që ndoshta me vjet mundet me marr kohë për me i trajtu fëmijët ç'u duhet. Prap në gjatë mesazhave që ja kanë dërguar domethënë burrit Exonit një mesazh tu i thonë që prap tu e kthy vëmendjen te puna që e bojnë me fëmijët, shërbim për cilin edhe e kom cek te postimi që është shërbim cilin ata supozohet me ofru përderisa edhe paguhen për atë punë. Është shërbim e ofrojmë, paguhen, e marrim, jemi kënaqur se jemi, mandej është përgjegjësia jona që i kemi dërguar aty. Gjatë mesazhave që i kemi shkëmbyer me ta, jo mundu me bot pamundurën me ju tregu që nuk është fakti që është rëzu. Nuk është as pak po jenta aty se qysh e diskutuam edhe ma herët, nara edhe këtë fëmijët e tjerë rëzohet nështë edhe ndorë edhe krejt, po momenti prej kur është rëzu, që është vendos mos me u lajmëru prindje dhe mu marë masat vetëm brenda klinikës, mos me dalë jashtë derës, është e pa kuptimt, është sen që ka mujt me përfundu në fatalitet të një fëmijës. Ju po thoni që është reagim i vonë, na po them që është reagim profesional, tash është gjykim, çështje gjykimi këtu, apo më kupton? Nëna beson që është ashtu, është reagim i vonë, na besona që është reagim profesional, është trajtim i duhur, profesional, që shka dalë fëmijës se tash pas ka fol nëna, po me sa na e kemi pa baba ka qenë, domethënë, personi me të cilin është komunikuar në seancë. Për krejt procedurat e tjera, për gjithçka tjetër që kanë aludime prind, që është i përmunosh tepër mirë, korrekt, me i citue, me i parafrazu në mënyrë korrekte, për krejt aludime tjera që i kanë prind, në më përgjegjë në të njëjtën formë, sepse ky është raport profesional. Na duhemi me potencial në raport në rastin. Në kuadër të seancës mund me ndodhë tantrume, ka ndodhë tantrume, edhe në raste tjera, qysh e kena përshkruar komunikimin që ata e kanë publiku, po përsa edhe komunikimet të tjera të cilat mund me u publiku në të ardhmen, ku tregojnë për satisfakcionin që e kanë pas me shërbimet tona, profesionalizmin, e qasjen që e kanë pas në i parit të palimitume, gjithçka tjetër edhe ato mund më bo publike dhe diskutohen. Po, unë po flas veç për që të dëmen. Për mu, shumë e rëndësishme është që fëmiu është shëndesh e mirë, që kjo është alfa dhe omega e krejt kësaj historie. Të tjerat mandej, që çdo që dojnë mu përdor, ato aspekte është në rregull. Nëse po thonë që ka neglizhencë, e ndjekim çfarë do lloj procedure dhe e shohim domethënë ka pas neglizhencë apo jo.